që kemi? Si jeti? Mirë? Si ke qenë? Mirë? Si jeni? Kemi ardhur me pa çik objektin, si po shkon, do bëhet një punë shumë e mirë. Normalisht afatin e ka 2 vite kontrata, por ne duam që të operojmë sa më shpejt, në mënyrë që të jetë efektive për publikun dhe për artistët. E kemi ndarë punën me faza, pra po punojmë atje ku nuk pengojmë aktivitetin e teatrit edhe qendrës. Dhe me të mbaruar ato pastaj do të kemi një periudhë që do ta bllokojmë dhe pjesën e skenës, edhe sallës. Kemi qef nga majit, kemi për vjetorin e estradës, mos bëjmë një shfaqje kështu. Do ishte shumë bukur. Ju uroj gjithë Kjo fasad ka një specifik të veçantë, domethënë në Durrës nuk e kemi vendosur në asnjë objekt, por nuk e di edhe në Tiranë ka eksperienca për realizimin e tyre, sepse është pak e rrallë, sepse ka edhe lëvizshmëri, domethënë do specifika të caktuara për të vendosur. Kemi organizuar punën që edhe mos të pezullojmë aktivitetin e qendrës kulturore dhe teatrit, por edhe të punojmë në ato ambientet cilat janë të pavarur, le të themi, dhe që nuk pengojnë aktivitetin dhe aksesin. I gjithë kjo zona këtu, zona që është në shërbim të skenës, të aktorëve, të akomodimit, kanë përfunduar pothuajse të gjitha punimet, domethënë në stresave, janë bërë dhe stresat vetë, kemi filluar dhe me pjesën e tavanës, sepse tavanet janë tavanet varura. Punime të nën tokës, elektrike, hidraulike, kondicionim, MKZ, të gjitha janë kryer në të gjithë këtë zonë. Paralelisht jemi duke punuar edhe në të gjithë këtë seksion. Ne kemi filluar me sistemin e aspirimit. Sistemi i aspirimit që është në tavar është në të gjithë perimetralin e katit +2. Sistemi i aspirimit edhe ngroja ftoja janë element shumë të rëndësishëm, plus edhe komponentin e akustikës, të cilin edhe në projekt janë vendosur materiale specifike. Këto janë element që duhet i keni në vëmendje të veçantë, sepse ka një efekt shumë të rëndësishëm në funksionimin e objektit. Ne duam që kjo vepër të funksionojë për dekada tashmë. Domethënë është investim që bëhet për herë të parë, kështu që duam që ky investim i cili është financimi i Bashkisë dhe i Qeverisë Shqiptare, i Ministrisë Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, të jetë model për punën që do bëhet këtu dhe për funksionimin më tej të teatrit. Teatri i Durrësit ka akustikën më të mirë në nivel kombëtar, nga sa thonë aktorët, artistët, profesionistët, domethënë që punojnë këtu, të mbajnë në konsiderat që këto gjitha punimet që do kryen të kenë një siguri dhe funksionalitet dhe cilësi maksimale.